Zoti Kokalari, në të vërtet, a i keni përhapur ju personalisht informacionin për HIV dhe AIDS në Gjirokastër dhe si qëndron e vërteta? Ky është një shtrembërim i të gjitha lajmeve të publikuara në Karçi-Meje, për arsye sepse lajmi nuk është përhapur nga mua, por fillimisht lajmi është publikuar nga një gazetar i cili quhet Basir Çollaku. Pas publikimit të lajmit nga zoti Basir, unë kisha vënë re se ky lajm ishte shpërndar dhe nga media të tjera, por duke qenë se në Gjirokastër flitej më herët për këtë situatë, mendova se ky lajm ishte i verifikuar dhe unë mora lajmin e tij dhe e kam ripublikuar. Kjo ishte domethënë pak a shumë gjithë historia e çdo gjë që ndodhi. Megjithatë, problemi nuk qëndron vetëm këtu. Problemi qëndron se gjitha mediat kanë publikuar informacion të reja, duke thënë se gazetari Emin Kokalari, kur në faktin unë nuk jam gazetar, por një qytetar i thjeshtë i Gjirokastrës, madje kanë shtrembëruar nga ato që unë kam thënë, që gjeni se unë i kam shkruar publikisht, dhe thonë se unë kam thënë se ka 150 veta të infektuar me HIV në qytet dhe janë 18 në bashki. Unë kurse si nuk kam thënë këtë, por nga informacionet, nga gjërat që kemi dëgjuar lart e poshtë, duke qenë se Gjirokastra është një qytet i vogël, është bërë i vogël në fakt, sepse është qytet shumë i madh, por unë gjithmonë kam thënë se nuk e di se sa të vërteta janë këto informacione dhe nuk kam akuzuar kur askënd, as kryetar bashkie, as punonjëse dhe asnjëri. Aktiviteti tim ka nisur në këtë qytet shumë vite para dhe mund të them mbasi një dekadë dhe ndoshta arsyeja e goditjes dhe atakimit që mua po më ndodh pasi shteti kërkon kurban, por kjo nuk është e vërtet. Unë këtë e kam shprehur dhe në disa vende të tjera. Unë nuk kam akuzuar asnjëherë asnjë person, madje kam deklaruar që kush do të ketë fakte, prova, momente, komente ku unë kam shkruar publikisht se kryetari është i sëmurë dhe punonjësve ja ka transmetuar ai, unë e kam thënë hapur që mbaj përsipër të gjithë barën penale dhe morale dhe turpin e gjithë sa historie. Por nuk ka një fakt të tillë. Është gjithçka e trilluar, është gjithçka një sulm që po më ndodh mua, ndoshta për arsye që thash pak më parë. Mua vjen shumë keq dhe do të them gjithashtu se kjo gjë sigurisht që do të vërtetohet, do të verifikohet nga institucionet përkatëse. Por do të thoja se mua nuk më do më bëj kurse si qefi në qoftë se kjo do të ishte e vërtetë. Mua do të më bëj shumë qefi në qoftë se gjithë kjo histori nuk është e vërtetë dhe fjalët janë thënë kot. Por ne themi ndonjëherë ku ka zë s'është pa gjë, nuk kemi akuzuar askënd, nuk dim se çfarë bëhet akoma, nuk dim se sa të vërteta janë gjërat dhe detyrimi i institucioneve është që këta zgjidhin pasi në qoftë se këto gjëra janë të vërteta, atëherë kjo është një situatë alarmante, po mendoj unë sepse duke nisur që nga dentistët dhe mjekët e tjerë për të marrin lista të posaçme me personat e infektuar për të mos përhapur këtë sëmundje më tej nga padituria. Unë në rrjetin tim social përpara këtij gazetari që hodhi lajmin i pari, siç ne kam shprehur publikisht, kam ngritur këtë shqetësim. Por asnjëherë duke akuzuar askënd, por duke ngritur pyetje në qoftë se di njëri gjë çfarë po ndodh në këtë qytet apo jo, sepse këta thonë përhapa panik. Por çfarë panik përhapet këtu me këtë gjë? Unë jam në panik për vete, duke dëgjuar lart e poshtë se çfarë po ndodh. Dhe kështu që jam i detyruar që unë ta ngris si shqetësim këtë pjesë, pa akuzuar dhe pa faktuar asgjë. Se tani nuk jemi, unë nuk është agitacion propagandë, sepse ta është diçka kundra asaj që do të thojë. Këtu dihet se çfarë flitet, pak a shumë kjo është historia. A keni prova konkrete për të mbrojtur veten pasi dije jeni proceduar penalisht? Po, unë provën e vetme që kam që mbroj veten, është se këta që mua më kanë kallëzuar penalisht nuk kanë asnjë provë kundra meje. Kallëzimi penal mua vjen keq sepse avokat nuk ka rëndësi ti përmendem për cili emision që dhe është shprehur dhe ka thënë një gazetar aty e kishte pyetur me sapazh dhe kishte thënë që Emin Kokalari a ka thënë se kryetari i bashkisë është i infektuar dhe kanë gjetur punonjës dhe ai ka thënë po. Dhe është pyetur në qoftë se ka
është patur prova apo jo. Ka thënë kam patur prova, por këto prova nuk po dalin askund dhe nuk ekziston prova e tillë. Është 100% kjo gjë sepse unë nuk kam bërë gjë të tillë dhe nuk kam sqaruar asnjë gjë. Jam hapur ndaj këto, jam hapur ndaj policisë së shtetit, jam hapur ndaj prokurorisë, të marrë çfarë do informacione që të shkojnë nga mua për objektin të çështjes. Ju vetë personalisht e besoni këtë informacion? Unë jam shqetësuar pasi në Gjirokastër kishte filluar kohë që fliteshin thashë teme për diçka të tillë dhe normalisht jam shqetësuar për veten time dhe për komunitetin ku unë jetoj. Nuk mund të them në qoftë se është e vërtet, por siç thash dhe më përpara, ku ka zë, s'është pa gjë, mund të jetë dhe e gjitha një mashtrim total, por mund të jetë dhe e vërtet. Nuk di të prononcojmë, të garantoj apo të verifikoj diçka të tillë pasi nuk kemi akoma fakte. Unë di vetëm të them që në vitin 2024, 2 vjet para, televizioni publik shqiptar ka dalë në një deklaratë publike ku ishte intervistuar dhe drejtori i institucionit, pothuajse në rrethin e Gjirokastërës ekzistojnë 2 vjet para, domethënë 17 veta të infektuar, ku 10 nga ata janë në Gjirokastër. Dhe bëj fjalë për persona nga 16 vjeç deri në moshën 65 vjeç. Pra, duke dëgjuar dhe këto mua më lindte drejta e plot për të shqetësuar dhe për të dyshuar që në qoftë se nuk janë marrë masat e duhura nga institucionet apo personat që kanë qenë të infektuar, nuk kanë patur kujdesin e duhur, kjo është një lloj sëmundje që mund të fishohet edhe brenda javës, nuk është një çudi e madhe nëse ndodhin të tilla pasoja. Po ti vetë, a ke pasur ndonjëherë një konflikt personal apo politik me drejtues të bashkisë që mund të ketë ndikuar në këtë publikim, apo është vetëm deklarata? Unë kam mbi një dekadë ku në qytetin tim jam i aktivizuar për publikimin e denoncimeve të ndryshme, publikimin e një realiteti, me të vetmin qëllim për të përmirësuar jetesën dhe vendin ku unë banoj. Por unë nuk kam ndonjë armik, unë biles kam shprehur shumë herë publikisht që jam i pari që do të them bravo, në qoftë se do të bëhet një punë e duhur dinjitoze në qytetin ku unë jetoj, por e vërteta është komplet e kundërta dhe unë nuk dua 2 punë, po dua vetëm një punë të më tregojnë të mirë dhe jam i pari promovator që do t'i promovoj dhe do të jem në mbështetje të tyre. Unë nuk kam asnjë konflikt personal me askë. Gjithashtu është folur për mua si aktivist i PD-s, dua të sqaroj që unë nuk kam padron të më tregoj kur unë duhet të leh si qen apo kur duhet të mjau si maçe. Unë jam një person që punoj vetëm sipas mendimit dhe vizionit tim të vetëm. Nuk jam pjesë e asnjë lloj grupi partijak, nuk jam pjesë e asnjë lloj grupi shoqëror ku mund të merret me këto gjëra apo shoqata apo aktivizma. Unë jam tek pull siç kam qenë që në fillim të aktivitetit që unë kam nisur. Kjo është e vërtet e pamohshme për vetëm arsye sepse koha i ka treguar dhe koha është në këtë rast faktori më i rëndësishëm dhe prova më e rëndësishme që të gjithë në qytet e dinë, më njohin, jemi komunitet i vogël, ishim shumë komunitet i madh, por fatkeqësisht këto gjëra që kanë ndodhur dhe po ndodhin në qytetin tonë, shumë njerëz i kanë larguar. Po çfarë ndodhi dje tek procedimi penal që të bë dhe si do vazhdoj kjo situatë? Çfarë do tha? Kjo është çështja e objektit të hetimit dhe për këto gjëra do shprehet gjykata dhe institucionet e drejtësisë. Po nuk ka një kallëzim apo një formë kundra jush? Kallëzimi kundra meje është kallëzimi që është publikuar kudo. Faleminderit për intervistën. Faleminderit juve dhe shumë faleminderit për kohën e dispozicion. Do të nis linkun se del nga mbasditja, besoj ta nis këtu në WhatsApp. Kur të duash pa merak fare. Do të thonë një diçka ta shtoj. Po, më thuaj, po, patjetër. Ta nis. Patjetër, po, nis direkt. Atëherë, përveç të gjithave, dua t'i bëj dhe një thirrje gjirokastërve, por edhe më tej, të vazhdoni të denonconi siç kemi vazhduar e kemi bërë gjithmonë, sepse edhe nëse kisha përpara një fije tërheqjeje,
për shumë e shumë arsyesh. Tashme i kam ullur siguresat fare, dhe pse kam plot gjëra për të humbur, por asgjë s'ka vlerë më shumë se sa të humbasi dikush fjalën dhe mendimin e lirë. Kaq kisha, dua të thoya edhe që është një shprehje e bukur që ka thënë një person, Hadër quhet, Gjirokastra e ka jetën shumë të shkurtër, është segment shumë i shkurtër nga Çuçi tek Çoçi. Për ata që se din, Çuçi ishte doktori i grave që lindte fëmijët dhe Çoçi ishte ai që të mbulonte pasi ndroje jetë. Dhe në këtë segment të shkurtër e mira është të punojmë bashkarisht për të bërë një vend më të mirë për të jetuar për brezat e ardhshëm.